Ti je njeri që e marrë me gratë, je marrë me vajzat, je marrë me karamajt, je marrë me nipat, je marrë me mbesat, je marrë me kësë je marrë. Ti je njeri që s'ke kanun, ti je njeri që s'ke kushtetut, ti je njeri që s'ke liq, ti je njeri që s'ke moral, por ti, gruas time dhe familjes time, i ha ato që s'thuhet. Dë minuta, zoti Berisha. Ti je një copë fundrin që u merë shok dhe gratë. Ti je i paftyr që merë gruan e shokut. Ti shkel gjdo normë, gjdo moral morhor. Ti je njeriu që s'njef normë morale. Ti je njeriu që të mohon djalin tënd, që ke akuzuar babën për dhunus, për incest. Ti je fundri njerëzore. Për sa i përket asaj që thua dhe njëri kthehem. Abi Bank është bank me fond në Moskë $500 milion. Abi Bank në kundërshtim flagrant me ligjet e Shqipërisë është e vetmja bank offshore. Abi Bank ishte në bordin e saj po të hoqen për leckash zonja Basha. Edhe njerë thuj këtu, ke opcione apo aksione. Digjo zërin Amerikës ti, leri ato ti, njëro që ani pas njerë së mësëja, po zëri Amerikës thot se karriga jote qëndron mbi krimin. Zëri Amerikës thot dhe do thonë dhe shqiptarët se vot karrigat tuaja qëndrojnë mbi bandat, qëndrojnë mbi vjedhjet, mbi Abdyllët, mbi Ndokët, mbi Bajrët dhe kriminell të tjerë. Del këtu dhe shanë si rrugaq ordiner, duke dëshmuar një moral më t'ullt njerëzor. Je ti që merë gruan e shokut tëmë, oj pa ftyrë. Ullo, zoti Berisha të shi. Zoti Spao. Zoti Spao. Zoti Spao, kush do ta marrë fjallën e emër të grupit pas kryeministrit? Saliu këtu e nisi fjallën e ti natyrisht me Amerikën dhe mbëri mua një pyetje drejt për drejt për bashkëshortën time. Si jam përgjigjur kur, po sot do t'i përgjigjem se kam unë pastaj një pyetje drejt për drejt për Saliu. Transparency International në vitin 2012, kur zotrote dole këtu dhe the, Transparency International punon për Edi Ramën. Sali përgatit përgjigjen e pyetjes time, po mendohet mirë. Përgatit e përgjigjen, po mendohet mirë. Atë përgjigje do japësh tu që do të japësh. Qofse nuk do japësh, je i mirë kuptuar se është e vështirë përgjigja. Është shumë i gjerë dhe i thellë ajo që anë Sali. Edhe ti mendove se gjithë jetën do ta kalosh detin në këmbë, po oqeani nuk është Valbona, ku ti i dhe lejet për hidrocentralet dhe sot fshihesh si skuf, sepse je ti që e shkatrove Valbonën, duke dhënë lejet për hidrocentralet, dhe atyre tropojanëve tu s'ke fytyrë t'ju dalësh përpara t'ju thuash jam unë autori i këtyre lejeve. Dhe lejet për 15 hidrocentrale, nga cilat ne mundëm të anullojmë 13 për të mos shkruar në arbitrazh për shkakun tënd, Sali. Kështu që oqeani nuk është Valbona. Dakor? Ju tjerët jeni të mirë kuptuar. Juve hani për shesh. Ju hani për shesh në Saliut, tani keni lugën e Saliut. Lugën, edhe juve në lug jeni rregull. Ju hani për shesh, edhe nuk ka rëndësi se është se është thë, pa rëndësi ka. Dhe sot unë, fakt, s'do kësha ardhë fare këtu,
Por me që ka një çështje shumë më të rëndësishme se sa që keni ju për të thënë, dhe me që ra fjala pash një protestus me artistin kështë takuar një protestus potencial të 16 shkurtit. A i thoshte na shkatrun lull, na vën gjoba në lokal për duhan. Zdun me në alon me pi duhan. Artisti thoshte hajde në bulevard. Pra, në bulevard të gjitha ta që zduan shtet, në bulevard gjitha ta që zduan paguan gjoba, në bulevard gjitha ta që kujtojnë se do kthehen qoftet kedaja. Dhe kryetari de jure i kësaj partije që vjen këtu dhe jashtë nxirret i gjithi, bashkë me gjithë opozitën, duke lëshuar në mes të kuvendit të lartë të Shqipërisë të gjitha të trashat e gjuhës anëtare, na tund këmbët, na kërcet dhëmbët, sepse është mësuar me qofte e kedaja dhe kujton se me qofte e kedaja do të vazhdoj. Lulzim, unë të kam thënë vazhdimisht se ti e di që ne komunikojmë dhe ti bën sikur s'komunikon dhe sikur s'digjon. Po ti duhet ta mësosh qofte e kedaja nuk ka. Dakord? Unë e di që Saliut ka thënë sa tjetë Lalagjoni hani pini e këndoni, por edhe Lalagjonit ju mbyll rruga. Kështu që zbrit në tokë, e janë në vete, lëjni këto historit me protesta që do na shkullin e do na ngullin, dhe hajdeni të kontriboni për reformën zgjedhore dhe mblidhini mirë rrypat për humbjen e qershorit, se ja u kam premtuar. Në qershor, jo që nuk do merrni asnjë nga bashkitë që nuk keni, po në qershor do dorëzoni minimalisht bashkinë e Kukësit. Minimalisht. Do ta dorëzoni bashkinë e Kukësit, sepse Kukësin do ta drejtojmë ne, do ta bëjmë me aeroport, do ta bëjmë me stadium, do ta bëjmë me shumë çka tjetër që fatkeqësisht ju nuk e bën. Ju Kukësin e gjetët me flamur dhe e lat me shkop pa flamur. Dakor? Kukësin i lat shkopin, këtu son flamurin. Me këtë do ta sjellësh Partinë Demokratike në pushtet ti, apo me këtë Lalagjonin këtu. Ajde lula, ajde. Një mundësi keni të pushtet. Ta kam treguar, reflekto, këtu jemi. Tani nuk kemi punë me ju. Mbarova me ju. Tani, 2 fjalë vetëm për studentët. Lidhur me fakti që sot është afati i fundit dhe shumë sekretari për shkak të heronjve të Lalës, këtu, Lalagjonit, nuk kanë mundur të plotësojnë dokumentacionin. U them gjithë studentëve që shkruajnë, të gjitha fondet janë në dispozicion, pritet vetëm dokumentacioni i sekretarive për tarifat, bursat dhe njëkohësisht do të shtyjmë afatin dhe për programin e punësimit, për shkak se kemi 800 vende të para të lira dhe janë afro 400 aplikime, ndërkohë ju shumë tjera ankohen që s'kan dokumentacione. Dhe në mbyllje vazhdimisht më shikoni dhe më bëni konstatime fizike. U zverdhe, u skuqe, je i zbet. Sali, unë e di që ti më do në thelb. E di që më do. Edhe më shef edhe fizikisht. Po edhe jere tjetër tani, hajde këtu dhe vetëm thuaj kaq, me dash ti, burri që qanë malet edhe ka përcen detër. E ka përcen dhe do qanin? Hajde që.
2 minuta replik. Edvin, na thuj pak, Madam Basha ka opsione apo aksione në bangen offshore. Në bangen offshore. E para. E dyta, na thuj pak si shkove u ktheve me bisht në shal në Berlin dhe s'të dhan as një takim. E treta, po di unë tek fjala që i the, tani po them haptas. Kur unë u largova nga aktivitetit, nuk kam bërë dhe kam refuzue çdo lloj ftese nga kushdo që më ka ardhur, për arsye se unë tani vetë kuptohet. Më shumti përfaqësoj zgjedhës në këtë parlament, kurse kudo tjetër unë jam person privat, themi atë që është. Kam marrë përtej oqeanit Adishti absolutisht ftesa më shumë se kushdo tjetër dhe çdo 2 muaj. I kam bërë të qartë që në fillim në kryetradhës se unë i kam ndërprer të gjitha llojet e udhëtimeve zyrtare. Nuk kam pse të bëj unë udhëtim zyrtar, sepse nuk kam. Nuk jam person që përfaqësoj më një forcë politike. Përfaqësoj veten time. Prandaj Edi, që ta dish ti, në mënyrë absolute çdo 2 muaj kam marrë ftesa dhe marrë. Por nuk e kam të vendosur që nuk udhtoj për qëllime zyrtare as kërku. Të më teket, kur të më teket, Edi Rama? Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës di e mirë ti, kam arritur aty që s'mund të arrish ti kur. Edhe 30 sekonda, zoti Berisha. Sa tjetërin, kanë qenë republikan, kanë qenë demokrat, i kam respektuar. Nuk i kam thënë turpi qytetërimit tjetrit, si që ke thënë ti Donald Trump dhe pastaj tjep $20 milion për të takuar. Nuk kam bërë kur gjërat tilla. Kam qëndrue në pozicionin dinjitoz të një shqiptari. Dhe tani ta them dhe tjetërn, më thonë. Mbylla zoti Berisha. Ke filluar një lojë të madhe në kurrizë shqiptarëve, por t'jesh i bindur Fjalën, jo replik. Unë nuk të pyeta a ke marrë ftesa nga Shtetet e Bashkuar. Nuk ishte kjo pyetja. Dhe nga ana tjetër, duke menduar se si ta japësh përgjigjen, pa dhënë përgjigje, bëre një gabim. Thej që unë nuk dal më jashtë shtetit. Për arsye pune. Po ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti merr për krahe Fatmir Mediun, shkon në Bundestag dhe nuk lë llaf pa thënë për Shqipërinë ti. Ti jo vetëm del jashtë shtetit, po ti nuk lë rast pa dalë jashtë shtetit dhe informon edhe ndjekësit e tu digital. Unë nuk e diskutoj që ka njerëz që ty të ftojnë dhe për ty kanë mall në të gjithë globin. Unë të pyeta, ti me dash, e kalon dot oqeanin apo jo? Sali, kam pas një shok si ty unë, i cili kur fliste nga bankat ishte trim i madh. Unë po të them kaq. Unë jam shumë i dëshiruar, unë nuk jam si ti. Unë mendoj që nderi i vendit, nderi i asaj zyre, ku unë jam sot, ti ke qenë dje, dikush e dhe nesër, e do që unë të jemi dëshiruar që ti vërtet ta kalosh oqeanin në rast se do. Por mënyra se ti më përgjigjesh më bën
të mendoj se ka i problem. Ka i problem. Sido qoftë, bëre mirë që u përgjigja ashtu, sepse këtë herë nuk do të ta bëj pyetjen që do të vinë mbrapa. Po ki kujdes. Sepse ki kujdes. Sepse ki kujdes. Sepse ta them unë pse, ki kujdes. Sepse e mbylle fjalën me një çështje, e cila s'kishte lidhje fare me pyetjen time dhe s'kishte lidhje fare me shqetësimin tënd. The që unë i pas kam hyrë një loje të rrezikshme. Madje ngatrove mua me Lulin. Për shumë kohë na kanë ngatruar, edhe mua më vjen mirë që ti na ngatron akoma, se na shef të afër të dyve, po është Luli që ka paguar para Sali nëpërmjet miqve rus për të bërë një fotografi. Dhe ti mos haro që akuza jote, akuza jote se unë pas kam paguar $20 milion për të takuar presidentin e Amerikës, rëndon edhe presidentin e Amerikës, jo mua. Sepse presidenti i Amerikës dhe çdo zyrtar amerikan është i ndaluar të bëjë një gjë të tillë. Kështu që ti se ke problem, se tani çdo gjë të thush nuk të numërohet më, sepse çështja e vizës është përcaktuar. Po të them një gjë. Sali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti i ke sfiduar disa herë. I ke sfiduar dhe këtu, në këtë foltore, kur i ke quajtur autorët e rrëzimit tënd këtu, bashkë me të ndjerin Bashkim Gazidede dhe me të mirënjohurin Blerim Çela. Tani, më kujtohen fjalimet tuaja pas zgjedhjes Donald Trumpit dhe më kujtohen se sa shumë i thërrisnit që këtu Donald Trumpit vjen të ndihmonte, njësoj e u kam thënë, jeni si kalamajt e lagjës që i thoni atit madhit lagja, aman hajde se ata guri do të na rrahin. Po guri nuk vjen ke ju. Dakord? Se s'ka si vjen ke ju. Kështu që ta mbyllim këtë temë. Sali, edhe një po të them. Abi Banku është bank amerikane, e cila kontrollohet nga enti rregullatori i bankave të Amerikës.